Sapo kanë firmosur në fakt propozimin pas përfundimit të procesit të marrjes mendimeve nga institucionet përgjithëse, përfshirë këtu organin e akuzës, për amnistinë penale, duke dërguar këtë propozim për akt ligjor në Këshillin e Ministrave dhe shpresoj shumë shpejt do të kemi miratimin e aktit në mbledhjen e qeverisë dhe më pas depozitimin në kuvend. Për interesin tuaj, duhet të theksoj këtu që është një kategori shumë e madhe personësh të cilët përfitojnë nga shifrat paraprake, të përcjella edhe nga organi i akuzës, duke përfshirë dhe procedimet e vitit 2024. Do të thojë që numri i përfituesve është shumë i lartë, më shumë se 10.000 shtetet shqiptarë të cilët përfitojnë, dhe konkretisht, siç e kemi bërë me dje më herët, janë 1.280 persona të cilët aktualisht janë në sistemin penitenciar, që do të thotë 380 persona përfitojnë lirinë të menjëhershëm, më pas 900 të tjerë të cilët përfitojnë ulje dënimi, dhe me ndryshimet e fundit që u bën në draft, nga ai i lançuar më herët, ku ne prezantuam në fund të dhjetorit dhe vullnetin e qeverisë shqiptare për të shkuar me një akt të tillë human në favor të shumë shtetësve shqiptarë përfshirë gradhe të mitur, të cilët gjenden sot në qeli dhe ne nuk shohim më arsye që ato duhet të rinë aty, duke sjell këtu dhe faktin që kemi shumë të tjerë që përfitojnë nga shurja e ndjekjes penale dhe konkretisht, thjesht për ta ilustruar, nga të dhënat e përcjella nga prokuroria e përgjithshme, kemi për 2 vepra të cilat konsiderohen të lehta, si ato që lidhen me nenin 134 apo nenin 291, e fundit që ka të bëjë me drejtimin e parregullt të automjetit. Në total, vetëm për vitin 2024, llogaritën 7.711 procedime të regjistruara në organin e akuzës. Pra këto shohen menjëherë pas miratimit të projekt ligjit për amnisti, dhe ky është një lajm i mirë dhe pa përfshirë këtu dhe të shumë persona të tjerë të cilët janë aktualisht në shërbimin e provës. Pra vërtet kemi një kategori të lartë personash, grupe vulnerabël, duke përfshirë këtu dhe grade të mitur që unë e përmenda më herët, të cilët përfitojnë nga ky akt human, dhe kjo tregon që ne jemi një shoqëri e cila duhet të orientohet më shumë drejt parandalimit, drejt rehabilitimit, drejt reintegrimit dhe të japim një mundësi të dytë dhe të japim më shumë mbështetje personave të cilët për fat keq në moment caktuar bien pre zbatimit represiv të ligjit dhe nuk është ky qëllimi ynë. Ne një vend, një shoqëri e cila pretendon të jetë pjesë e familjes evropiane së shpejti, duhet së pari të ndryshojë qasjen, duhet të ndryshojë mendsinë dhe të jemi më tepër drejt faljes, drejt mundësive reale, drejt mbështetjes social-ekonomike dhe burgu, masa arrestit me burg apo parabugimit janë fjala e fundit, kur kanë dëshuar çdo gjë tjetër.